Belinda Balluku flet për akuzat e SPAK dhe deklaron se ka besim te drejtësia, falenderon kryeministrin Rama për besimin e dhënë gjatë këtyre viteve. Ministrat e rinj dhe zëvendës kryeministri betohen para presidentit Begaj, pas ceremonisë nisin menjëherë punën duke marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë. Arben Ahmetaj merret i pandehur për inceneratorin e Elbasanit, SPAK e akuzon për korrupsion, pastrim parash dhe për fshehje dhe mos deklarim të pasurisë. Presidenti Osmani shpërndan parlamentin duke çuar Kosovën drejt zgjedhjeve të reja, ndërsa Albin Kurti e konsideron vendimin shkelje të hapur të kushtetutës. Një nxënës 15 vjeçar nga fshati Shënlash i Durrësit plagoset me thik gjatë konfliktit me disa të mitur të tjerë. Debati mes adoleshentëve nisi në rrjetet sociale. Mirëmbrëma, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Belinda Balluku ka folur për herë të parë gjerësisht për akuzat e prokurorisë ndaj saj, duke mohuar pretendimet e organit të akuzës. Gjatë dorëzimit të detyrës tek ministri i ri i infrastrukturës, ajo deklaroi se megjithatë ka besim tek drejtësia. Balluku po ashtu falenderoi kryeministrin Rama për besimin e dhënë gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë do të shihemi në edicionin e mbrëmjes. Mirupafshim.